Tashmë që universiteti fillon në Gjirokastër, kërkesat nga studentët për banesa me qira po rriten ndjeshëm. Çdo vit ky fenomen përsëritet pasi shumë studentë të rinj kërkojnë vendbanim afër ambienteve universitare. Sipas agjentëve të pasurive të paluajtshme, edhe pse kërkesa për banesa është e lartë, shumë studentë përballen me probleme. Çmimet e qirave janë rritur ndjeshëm dhe pronarët e banesave shpesh preferojnë t'i japin ato familjarëve, duke mos i orientuar tek studentët. Kërkesat nga studentët kanë qenë të shumta. Por ama asaj ajo që çfarë japim ne feedback mbrapa është sepse kemi apartamente me qira aktualisht, por çmimet janë shumë të shtrenjta, nuk arrin dot që t'i marrin. Pastaj edhe një pjesë e familjarëve, problematika tjetër është që nuk punojnë shumë me studentë, nuk duan që t'i japin studentëve sepse jo prishet, jo. Pastaj nuk e ka se më marrëveshje një vjeçare, punohet me 6 muaj, bën 2-3 veta dhe nuk është ajo pjesa e merakut më saktë të shtëpisë. Është dhe kjo një hallk më vete, një problematik më vete, por faktikisht janë çmimet shumë të larta. Një apartament 1+1 ka vlerën diku tek 280-350 euro dhe 2+1 janë nga 300 deri në 400 dhe kështu me radhë. Unë personalisht kam folur me shumë, por nuk kam mbyllur as edhe një. Faktikisht, realia është kjo. Nuk kam mbyllur asnjë sepse kemi patur javës që shkojti, por pronarët nuk kanë pranuar. Dhe kështu që se di është një problem është. Në Gjirokastër, pjesa më e madhe e apartamenteve është regjistruar në platformat e bookingut, duke funksionuar kryesisht për turistët. Sërish dhe gjatë dimrit prap problematik është për arsye sepse këto prona nuk shumë pak nga këta individ që punojnë në apartamentet e tyre në booking nuk i heqin, vazhdojnë akoma dhe sezonin e dimrit që janë të vendosur aty, sikur dhe 2-3 herë ta japi gjatë sezonit. Për mua është mjaftueshëm, thotë një familje që me ato mbahet. Dhe kështu që e shikon si fokus më tepër bookingun se sa pjesën e qirasit i pikoj pak shumë në muaj dhe e shikojnë si fokus më shumë bookingun. Studentët që kërkojnë banesa duhet të tregojnë të kujdesshëm dhe të fillojnë kërkimin që tani për të siguruar një vendbanim të përshtatshëm. Sipas ekspertëve, zgjedhja më e mirë është të kontaktojnë agjenci të besueshme dhe të jenë gati për të negociuar çmimet.